si ndikon në organizmin e tyre? Po, agjerimi, gjithë na e dim se është për ta forcu shëndetin, nuk është për ta ligështu shëndetin. Pra, kush është ajo e mesmja artë, si me thënë? Po, mëndej shumë mirë hoxha nderuar spjegoj se fëmijët nuk janë të obliguar të agjerojnë. Vetëm t'ju jep një shembull tek nevojat ditore për proteina. Proteinat janë materie ushqyese ndërtuese. Fëmijët që janë në rritje zhvillim kanë nevojë diku rreth 2 gram për kilogram pesh trupit për proteina. Ndërkaq ne të tjerë, jo sportistat, diku 0,8 deri 1 gram për kilogram pesh trupit. E shifni 2 fishin ton e ka nevojë fëmijët për rritje zhvillim normal. Mirë po, të fillon fëmiu disa orë agjerim, ajo sigurisht se shpirtërisht do të forcon atë fëmijë. Kupton. Kështu që unë mendoj që nuk ka ndonjë rrezik nga aspekti shëndetësor, nëse her pas here nxitet fëmiu, jo me atë nxitjen, me atë reżhimin që duhet patjetër, po të lind dëshira e tina që të agjerojnë të mos ndahet nga rreti familjar. Nuk mundet tërë ditën një pjesë të saj. Edhe nga kjo do të ketë të mira. Mos edhe këta të përmendi, në qendrën time për sport e fitness, shumica e fëmijëve që më vinë janë me mbi peshë. Pse të mos të shfrytëzojnë në vetëdijen e tij të mbillet ajo dashuria ndaj Zotit edhe kryerja e një obligimi, por të njëjtën kohë të shfrytëzojmë që ato që pi përmendën shpesh efektet anësore. Të shkrim pakës masë dhe amore edhe aty. Se është mënyra më e mirë me kontrollu peshën e trupit, më e shëndetshme.